Shikoni, zakonisht kryeministri i një vendi të vogël, sidomos një vendi që ka nevojë për mbështetje ndërkombëtare për të çuar përpara agjendën e vet, duhet të përpiqet gjatë gjithë kohës për interesat e popullit dhe të shtetit cilin e përfaqëson. Kjo është njëra nga gjërat që duhet kishte bërë kryeministri jon, megjithatë, ai është më i shqetësuar për të përparuar marrëdhëniet e veta personale, si me njerëz afër presidencës Trump, siç është rasti i çiftit Kushner, ashtu edhe me vizitën në Izrael, në të cilën ai u përpoq të bëj pak tallava politike, por nuk bëri asnjë lloj kërkese, nuk mori asnjë lloj premtimi, as për çështje shqiptare, as për Shqipërinë, e aq më pak për kombin shqiptar, nuk përmendi fare Kosovën, nuk përmendi fare njohjen e Kosovës nga Izraeli ose mbështetjen e Izraelit për Kosovën e të tjerë. Kështu që përveç përfitimeve personale, përveç faktit që ai përpiqet të gjej aleat të cilët të mundet ti vendos si kundërpesh kundër asaj që po i vjen nga gjykata speciale apo SPAK-u, nuk shoh asnjë arsye tjetër pse kryeministri duhet sillen në këtë mënyrë. Duke bërë këtë, sidomos në këtë periudhë, unë thash pak edhe në episodin e fundit podcastit tim, kryeministri dhe të gjithë aktorët e tjerë të Parisit Tiranës janë duke luajtur kumar me fatet e Shqipërisë, me fatet e vendit, në një periudhë e cila është jashtëzakonisht fort e ngarkuar, në një periudhë shumë të ashpër politike ndërkombëtare, ku duhet pasur shumë kujdes, ku një kryetar shteti duhet me realizëm ta shikonte situatën në sy dhe të bënte çfarë do lloj përpjekje të mundshme për të shërbyer popullit vet. Por siç e kemi thënë dhe më parë këtu, Paria e Tiranës nuk i shërben popullit vet, i shërben vetëm vetes dhe interesave të saj hajnore dhe ruajtjes së sundimit të tyre kundrejt shqiptarëve. Kryeministri Edi Rama priti vajzën e Donald Trump, Ivanka Trump, në kuadër të investimit strategjik, siç dihet tashmë, për Sazanin, dhe një ditë më pas u shfaq krejt me mlef, me revolt dhe të eti shqetësuar në kuvend, teksa do duhet të ishte në forumin e Davosit. Si e keni parë këtë lëvizje, ose po themi këtë luhatje të kryeministrit Edi Rama, i cili teksa pret vajzën e Donald Trumpit do duhet të ishte i relaksuar sa i përket asaj që opozita pretendon shpeshherë që Edi Rama nuk i ka marrëdhënie të mirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shikoni, unë nuk do t'i besoja shumë tamtameve të opozitës për sa i përket gjendjes emocionale dhe shpirtërore të kryeministrit. E megjithatë, ajo që mund të themi, në radh parë njëherë do doja korrigjoja ju dhe gjithë kolegët tuaj të medias, jashtë quajturi investimi në Sazan nuk ka asgjë strategjike, përkundrazi është antistrategjik për Shqipërinë. Pra, për sa i përket faktit a është investim strategjik, unë e kuptoj që në Tiranë janë quajtur investime strategjike gjithçka që i jepet Çetit apo Samirit apo kujdo tjetër, por kjo nuk i bën këto investime strategjike. Këto janë thjesht një lloj mënyre e Parisë së Tiranës për të vjedhur popullin e vet, për t'i dhënë oligarkëve dhe njerëzve afër saj mundësinë për të bërë para me gjakun e shqiptarëve. Kjo çështja e Sazanit është një çështje që vetëm strategjike nuk është, sidomos po ta shohësh në kontekstin më të gjerë, ndërkohë që kryeministri fshehtasi dhe askush nuk flet për këtë, është duke kryer bisedime për kufirin detar me Greqinë, bisedime të cilat në kohën e Sali Berishës gjetën jehon shumë të madhe mediatike dhe me të drejtë, kurse sot nuk flet askush për to, me një ministër me një ministër të mbrojtjes i cili është edukuar në Greqi dhe zoti e di se çfarë lidhjesh tjera ka me shtetin grek, edhe me kryeministrin ton që i ka lidhje shumë të forta me shtetin grek dhe me antarët e lartë të qeverisë, pra të qeverisë greke. Pra, unë mendoj që s'ka asgjë strategjike, unë mendoj që a ishte nervoz apo jo kryeministri nuk duhet marrë sipas
ndodhive apo tregimeve apo prallave të opozitës, duhet parë në kontekstin real, në kontekstin asaj që është një përplasje e madhe e tij me agjendën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, e cila është një agjend anti-trafiqeve, dhe duke qenë një agjend anti-trafiqeve dhe duke qenë kryeministri shqiptar një nga kryesorët që mban në këmbë Sindikatën Ndërkombëtare të Krimit për sa i përket Shqipërisë, është një nga shërbëtorët e mëdhej të Sindikatës Ndërkombëtare të Krimit, atëherë nuk ka se si mos ishte i shqetësuar, qoftë edhe nëse fal copsat e Shqipërisë, sigurisht që në marrëdhëniet ndërkombëtare gjithkush i pranon dhuratat, po se sa është rikthimi i këtyre dhuratave, se sa merr mbrapsht prej këtyre dhuratave, ajo mbetet për tu përftuar. Pikërisht duke mbetur te pjesa e Sazanit, a mendoni se po e përdor ishullin e Sazanit si formë shkëmbimi për të rikuperuar raportet e tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në këtë rast a ecën administrata Donald Trump me të tilla lëvizje që fal një cop tok në mënyrë që të kesh akses në Washington? Shikoni, në marrëdhëniet ndërkombëtare, marrëdhëniet bazohen sipas fuqive, sipas fuqisë së secilit shtet. Ne jemi shtet i vogël dhe nuk e kemi fuqinë për të kundërvënë asnjërs prej fuqive të mëdha e aq më pak fuqive të mesme, por sigurisht që edhe ne kemi në dorë mjetet, do të kishim pasur në dorë, do thoja, mjetet tona si një shtet i cili ka disa asete strategjike. Në këtë pikpamje, në këtë këndvështrim, një qeveri normale, një qeveri që i shërben popullit vet, do t'i kishte përdorur gjitha këto asete për të marrë një marrëveshje sa më të favorshme, apo për të pasur mbrojtje sa më të madhe prej fuqive të mëdha dhe fuqive të mesme, apo prej aleancave të ndryshme e të tjera e të tjera. Mënyra se si i përdor paria e Tiranës, dhe këtu duhet të thënë nuk është i vetmi Edi Rama, edhe para tij të gjithë i kanë përdorur këto lloj marrëveshjesh thjesht për të ruajtur menderen e tyre, për të ruajtur pushtetin e tyre. Është sikur ta kenë Shqipërinë një çiflik. Sazanin Edi Ramës nuk e ka lënë as gjyshi dhe as tërgjyshi. Nuk është i tij, nuk ka qenë kurrë i tij, nuk kanë dorë ai që të bëj pazare, sepse atëherë në qoftë se bën pazare me Sazanin, do t'i përngjiste shumë një historie që tregon partia e tij për ish-mbretin Zog, të cilin e kanë konsideruar tradhtar dhe shitës të territorit për një marrëveshje shumë të ngjashme që ka bërë me Jugosllavinë, pra e atëhershme. Pra, duhet pasur shumë kujdes kur e cilësojmë këtë si një marrëveshje strategjike, sepse nuk ka asgjë strategjike në të, është thjesht përdorim i një burimi kombëtar, një burimi shtetëror për interesa thjesht personale dhe trajtimi i Shqipërisë si çiflik. Mirë, po kjo nuk duhet na habis, kështu e ka trajtuar edhe Sali Berisha, me qira fjala, e ashtu quajtur opozit nuk piptin për këtë mënyrë të trajtimit të pasurive kombëtare. Njerëzit duhet ta kuptojnë që edhe opozita në të njëjtën mënyrë mendon si kryeministri, por opozita kërkon që t'i zërvendin. Pra, lufta midis tyre nuk bëhet për të mirën e shqiptarëve, po bëhet se kush e ka vendin për të vjedhur shqiptarët më kollaj dhe për të përdorur burimet kombëtare dhe burimet shtetërore për arsye personale. Si mendoni, pse Edi Rama nuk ishte i pranishëm në forumin e Davosit për të nënshkruar deklaratën mbi antarësimin në bordin e paqes, ku ai do të donte, besoj, qoftë një shtrëngim duarsh apo dhe i foto me Donald Trump në mënyrë që ta shiste atë në politikën shqiptare dhe për ta përdorur dhe si kartë politike? Sepse jemi në një periudhë ku marrëdhëniet ndërkombëtare nuk lejojnë më diktatoruc ballkanik ose diktatoruc të vendeve të vogla, të cilët nuk e duan popullin e tyre, të shfrytëzojnë një
mbledhjen ndërkombëtare për interesa personale. Pra atë nuk e lejuan që ta shfrytëzoj këtë herë, dhe është më se e qartë që ka disa probleme agjenda e kryeministit Rama, për sa i përket drejtësisë, për sa i përket lidhjes me grupet kriminale, për sa i përket shërbimit që ai bën sindikatës ndërkombëtare të krimit. Megjithatë, le të mos harrojmë që në këtë pikë paria e Tiranës janë të gjithë bashkë. Rënja e Edi Ramës do të shkatërronte çfarë do lloj mundësie, rënja reale e tij flasim, jo rënja sa për sy e faqe dhe jo zëvendësimi i tij me një tjetër oligark ose me një tjetër baba të Parisë së Tiranës. Nuk ka ndryshim midis tyre dhe paria ndërkohë është e interesuar që ta mbaj popullin me fjalë, ta mbaj popullin me thashetheme politike, ndaj dhe përdorin gjitha mjetet e propagandës, por asnjëra palë e Parisë së Tiranës nuk do që të rrezohet Edi Rama. Dua ta them me vendosmëri të plot. Sali Berisha nuk e kërkon rrëzimin e Edi Ramës, Ilir Meta nuk e kërkon rrëzimin e Edi Ramës. Ata e përdorin Edi Ramën si një target ose si një objektiv për të sulmuar, për të mbajtur militantët e tyre rreth vetes dhe për t'i përdorur militantët si mish për top. Por kaq, askush nuk do që të rrëzohet Edi Rama, sepse po ta shihni në historinë e Parisë së Tiranës, askush nuk del nga politika pa marrë një shumë të majme. Askush nuk del nga politika shqiptare pa qenë super miliarder dhe pa i gëzuar parat e veta. Kështu që as këta nuk e kanë këtë qëllim. Është e qartë që nuk mund t'i besohet, sigurisht që jo këtij kryeministri, por as atyre pretendentëve që dalin dhe hedhin bomba molotov ndaj një dere të blinduar të cilën e din që nuk mund ta djegin dot sepse është me material të tillë.